Ceremonia e sotme nuk është thjesht një ceremoni diplomimi, por është një ditë me simbolik të veçantë për policinë e shtetit dhe për ju të sapo diplomuar. Një brez përmbyll rrugëtimin e tij akademik brenda sistemit policor, ndërsa një model i ri formimi ka nisur tashmë të ndërtojë të ardhmen në policinë shqiptare, pasi prej 2 vitesh auditorët e akademisë janë mbushur me të rinj dhe të reja që hynë drejt për drejt në rrugën e formimit policor. Sot diplomojmë një brez që mbart mbi supe përvojën e terrenit dhe dritën e dijes akademike. Ju jeni brezi i fundit që u rrit profesionalisht brenda familjes së madhe të policisë së shtetit, brezin me të cilët mbyllet një cikël dhe hapet një horizont i ri. Ndaj, kjo ju jep një peshë veçantë sepse ju jeni ura mes 2 epokave të policisë së shtetit në arsim, mes eksperiencës së fituar në punë dhe modelit të ri të edukimit policor që po ndërtojmë. Ky është një moment që shënon fundin e një etape dhe nisjen e një përgjegjësie edhe më të madhe, pasi qytetarët kërkojnë oficer policie më profesional, më të përgjegjshëm ndaj detyrës së tyre. Kërkojnë punonjës policie që dinë të dëgjojnë, të ndjekin dhe të trajtojnë me qetësi e me maturi brenda kornizave të ligjit çdo shqetësim që qytetarët adresojnë te policia e shtetit. Kjo është sfida jonë më e madhe, përmirësimi i vazhdueshëm i imazhit dhe rritja e besueshmërisë së policisë te qytetarët. Sepse imazhi i policisë nuk ndërtohet nga godinat, as nga teknologjia dhe as nga deklaratat publike. Ai ndërtohet nga sjellja e çdo punonjësi policie, nga integriteti që tregon dhe kur askush nuk ju sheh. Nga sot do të shërbeni si punonjës policie të rolit parë drejtues në rendin publik, policimin komunitet, hetimin e krimeve, sigurinë rrugore apo policinë kufitare. Do të ketë momente të vështira dhe vendime që kërkojnë karakter, por mos harroni kurrë. Polici nuk matet nga forca që përdor, por nga vetëpërmbajtja që tregon. Autoriteti nuk buron nga arroganca, por nga mirësjellja, përgjegjësia, profesionalizmi dhe besimi që na frymëzon. Autoriteti i policisë lartësohet nga guximi për të marrë vendimin e drejtë dhe kur është i vështirë, nga profesionalizmi me të cilin trajtoni çdo qytetar pa dallim dhe nga kuraja për të thënë jo aty ku cënohet ligji dhe po sakrificës kur e kërkon nevoja. Sot, ndërsa merrni këtë certifikim, ju nuk po merrni vetëm një diplomë policore. Diplomat tuaja tashmë janë certifikuara nga Ministria e Arsimit dhe ky është një hap cilësor i bërë nga Akademia e Sigurisë dhe Ministria e Arsimit. Ndaj, gjej rastin të falenderoj stafin akademik dhe Ministrinë e Arsimit për këtë kontribut të rëndësishëm në funksion të rritjes së standardeve të arsimit policor. Ky është një nga mesazhet e forta të transformimit për policinë e shtetit. Teksa stafetën e arsimit bachelor ja kemi dorëzuar maturantëve tashmë, ju mbeteni dëshmia më e qartë se policia e shtetit është në një proces të pandalshëm transformimi në arsimin, trajnimin dhe shërbimin ndaj qytetarëve dhe ligjit. Të dashur koleg, integriteti duhet të jetë busulla juaj morale e ligjore. Nëse humbisni busullën, do të humbisni rrugën. Por nëse e mbani fort, do të jeni udhërfyes për brezat e rinj që do të ulen më pas në këto banka. Bëjeni këtë diplomë dhe këtë uniform që të flasë me gjuhën e nderit. Uroj që sot, që dilni nga kjo akademi, jo thjesht si njerëz që mbajnë një grad apo një funksion, por si njerëz që mbajnë një mision. Të jeni të ashpër me krimin, por të përulur me qytetarin. Suksese në detyrat tuaja të reja që ju keni marrë në përqarqet ku do shërbeni. Ju faleminderit.